Përshëndetje të gjithëve, është një kënaqësi të takoj me ju këtë Krishtlindje, gëzuar Krishtlindjen, sepse është një ditë e veçantë. Dietarët dhe barinjt që shkuan dhe gjetën këtë fëmijë në pelena dhe në grasht, ishin shumë të lumtur, sepse gjetën fëmijën e Krishtlindjes. Në Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 1, vargjet 14 dhe në 17 na thuhet: "Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit, prej atit plot hir dhe të vërtet." Gjoni dëshmoi për të dhe thirri duke thënë: "Ky është ai për cilin thash, ai që vjen pas meje më ka paraprir, sepse ishte përpara meje." Dhe ne të gjithë morëm prej mbushullisë së tij hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit. Unë supozoj se një nga tregimet më të njohura të Krishtlindjes mes fëmijëve dhe familjarëve është nga stilolapsi Dr. Seuss, Si Grinchi vodhi Krishtlindjet. Në fakt, në të vërtetë, askush nuk mund t'i vjedh Krishtlindjet. Ne mund t'i japim Krishtlindjes kuptimin e vërtetë që shumë njerëz e bëjnë atë çdo vit, por askush nuk mund ta vjedh Krishtlindjen. Në fakt, dua t'ju flas për Krishtlindjen që askush nuk mund ta vjedh. As Croçi dhe as Grinchi nuk mund ta heqin Krishtlindjen atyre që e njohin autorin e vërtet të saj. Askush nuk mund të prish atë për të cilën kjo Krishtlindje vërtet u krijua. Në fakt, Krishtlindja e vërtet u krijua për shpirtin e njerëzve. Ne shohim se Krishtlindja e Krishtit është një Krishtlindje e sigurt, dhe kjo është e vërtet, sepse Zoti është autori i vërtet i saj dhe ai bëri këtë Krishtlindje të sigurt, në mënyrë që të gjithë njerëzit të përjetojnë kuptimin e saj në mënyrën më të plotë. Zoti e dinte shumë mirë se për çfarë ne njerëzit kishim nevojë në këtë botë, dhe kjo është falja e mëkateve. Më lejoni ta shpjegoj këtë pak për ju sot. Ju e dini që fëmijëve u thuhet se vetëm djemtë dhe vajzat e mira mund të marrin dhurata për Krishtlindje apo për vitin e ri. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, sikur djemtë dhe vajzat e mira do të merrnin lodra për vit të ri dhe për Krishtlindje, atëherë të gjithë bizneset e lodrave do të falimentonin. Fëmijët marrin lodra për shkak të dashurisë, edhe për shkak të hirit që prindrit kanë ndaj tyre. Një dashuri që nuk e meritojnë dhe që është jashtë kohës në të cilën e jetojmë. Kjo është ajo Krishtlindja që duam të flasim sot. Çdo i rritur ka qenë një djalë apo një vajzë e keqe. Ne të gjithë kemi mëkatuar dhe jemi privuar apo jemi larguar nga lavdia e Perëndisë. Ne nuk meritojmë dhurata nga Zoti, por Perëndia, nëpërmjet dashurisë së tij të vërtetë dhe hirit të tij, na vuri në dispozicion ne mëkatarëve faljen e tij. Ai dërgoi birin e tij për pastrimin dhe premtimin e jetës së përjetshme për të gjithë ata që shpresojnë tek fëmia e Krishtlindjes. Ai na dha Krishtlindjen, dhuratën birin e tij për mëkatet tona. Ai u afron të gjithë atyre që nëpërmjet birit në këtë Krishtlindje duan të thërresim emrin e tij. Nuk mund të thuash Krishtlindje pa thënë emrin e Krishtit. Gjatë kohës që rrethon Krishtlindjen, të dashur vëllezër dhe motra dhe ju dëgjues të televizionit shtat, ne shpenzojmë shumë para. Disa njerëz ndoshta dhe agjërojnë, por në fund të këtij sezoni ne përfundojmë të lodhur dhe të raskapitur. Shumë njerëz vinë në ditën e Krishtlindjes të raskapitur, mbi peshë dhe të testuar financiarisht. Disa njerëz e shohin Krishtlindjen të vështirë, edhe emocionalisht. Atyre u mungojnë njerëzit e tyre të dashur, me të cilët kanë dalë shumë fund vite apo Krishtlindje. Është një kohë e vetmuar dhe një vit i trazuar. Por nëse fokusi ynë është i saktë gjatë kësaj stine të vitit, ne mund të përjetojmë përsëri kuptimin e vërtetë të Krishtlindjes. Mund të jemi të sigurt se askush nuk mund të na e vjedh Krishtlindjen. Më lejoni t'ju tregoj një histori që kam lexuar diku shumë vite më parë. Është shkruar si diçka që ka ndodhur në të vërtetë, dhe është vërtet shumë e trishtueshme. Një çift i ri martuar vendosi të organizonte një festë pagëzimi në natën e përkushtimit të foshnjës së tyre, në kishën e tyre. Kur erdhën të ftuarit, foshnja u shtri në shtratin e dhomës së miqve, në mënyrë që nëna dhe babai të mund të përshëndesnin njerëzit që vinin tek dera e shtëpisë. Disa
të ftuar erdhën në dhomë pa e vënë re foshnjën. Hodhën palltot e tyre mbi shtrat. Shumë shpejt foshnja ishte mbuluar plotësisht nga palltot e rënda të vizitorëve dhe të miqve. Në kohën kur nëna hyri në dhomën e gjumit për ta nxjerrë fëmijën, ajo pa se foshnja e saj e vogël nuk merrte frymë dhe kishte vdekur. Të nesërmen në mëngjes, gazeta tregoi rrëfimin tragjik të foshnjës që ishte mbytur për vdekje në festën e saj. Ne nuk duhet jemi fajtor për mbulimin e Jezusit në festën më të madhe të vitit, në kohën e Krishtlindjes. Por bota në të cilën e jetojmë, të dashur dëgjues, është mbushur me kaq shumë gjëra sa njerëzit e kanë mbuluar Krishtlindjen dhe nuk shikojnë fytyrën e vërtetë të saj. Jezusi Krishtlindjes është gjithçka që ne duhet të dimë. Ndërsa bota e mbulon, unë kam dëshirë sot t'i tregoj gjithë botës se çfarë Perëndia bëri atë Krishtlindje për ty edhe për mua. Mendoni pak për tekstin e Gjonit, kapitulli i parë, vargjet 14 dhe në 17. Këtu vërejmë se Krishtlindjet erdhën për shkak të hirit Perëndis. Kjo do të thotë se dashuria e Zotit, një dashuri që ne nuk e meritojmë kurrë, u tregua përmes foshnjës të shtrirë në grasht. Lindja e tij nuk ishte si rezultati i mirësisë së njeriut, por më tepër si rezultati i hirit dhe dashurisë së përjetshme të Perëndis. Ai foshnjë erdhi për shkak të dashurisë të pamerituar të Perëndis. Çfarë hiri madhnishëm ekziston në zemrën e Perëndis, dhe çfarë hiri është që ai të dërgonte birin e tij Jezu Krishtin në këtë botë, të mallkuar nga mëkati në mënyrë që jetët tona të shpërblejmë. Krishtlindjet nuk fillojnë në mendjen apo në zemrën e njeriut. Ajo u nis në mendjen dhe në zemrën e Perëndisë së plot fuqishëm. 900 vite më parë, Perëndia tek libri Isaias kapitulli 9, vargjet 6 deri në 7 shkrojti: sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe drejtësisë, tani dhe përjet. Këtë ka bërë zelli i Zotit të ushtrive. Vini re, se Isaia na thot, zelli i Zotit e kreu këtë mrekulli të madhe. Dashuria e zjarrt e Perëndis shpërtheu në shfaqjen e hirit të madhnishëm të Perëndis atë natë kur Jezusi lindi dhe ushtrin atë grasht. Kjo mund të ketë qenë një natë e heshtur në mendjet e disa barinjve, por ishte gjithçka veçse ishte dora e Perëndis. Nuk është çudi që Perëndia dërgoi engjëjt për t'ju kënduar barinjve njoftimin e lindjes së tij. Nuk është çudi që ne ende i duam himnet dhe këngët e krishtera për Krishtlindje. Sa herë që i këndojmë ose i dëgjojmë, kujtohemi se sa shumë na ka dashur Perëndia. Mjafton Krishti të vinë në botën tonë dhe ta bëjë të mundur shpëtimin. Zelli i Perëndis ishte i ndezur dhe vullneti i tij po përmbushej kur Jezusi lindi nga Virgjëresha Mari. Lavdia shpërtheu atë natë kur Jezusi i mbështjell me pelena ushtrinë në një grasht. Ne nuk e meritojmë Krishtlindjen. Ne nuk e meritojmë dhuratën e Krishtlindjes që u vendos në atë grasht. Ne nuk e meritojmë Krishtlindjen, por është hiri i Zotit që na e bëri këtë dhuratë të disponueshme për gjithë secilin prej nesh. Ai dërgoi birin e tij për të na ofruar në një marrëdhënie të re me të. Jezusi erdhi për të na shëruar nga sëmundja e rëndë e mëkatit. Ai erdhi për të na çliruar nga dënimi dhe vdekja. Ne nuk e meritojmë Krishtlindjen. Ne nuk e meritojmë Krishtlindjen. Njerëzit e mi të dashur, ne kemi vetëm Krishtlindje për shkak të hirit të madhërisëm të Perëndis. Po çfarë është hiri? Dietarët i sollën atij ar, po ai nuk është asgjë në krahasim me ato dhuratë të mrekullueshme që Perëndia na dhuron ne nëpërmjet birit të tij Jezu Krishtit. Ne që besojmë në të. Ai u bë i varfër në mënyrë që gjithë secili prej nesh të bëhej i pasur. Ai la shoqërinë e Atit ton qellor
dhe të engjëve në mënyrë që ne të ndizemi nga dashuria e Perëndis në këtë botë. Ai la tryezën e banketit të lavdisë së Atit për një lugë sub në këtë botë. Ai la rrobat e ynis për pelenat e Grazhdit. Megjithatë, ai u jep hir të gjithë atyre që e besojnë dhe ai merr leckat e mëkatit duke zvendësuar ato me një mantel drejtësie mbi trupin ton. Është drejtësia e tij. Ai na merr nga shoqëria e shokëve që po vdesin nga mëkati dhe na vendos në mbretërinë e shenjtorëve të përjetshëm. Nuk është çudi që autori i këngës që shkruajti Haleluja çfarë shpëtimtari e shihni se si Zoti e dinte se çfarë kishim më shumë nevojë ne, thot kënga. Dikur lexova një deklarat, natyrën e saktë të asaj nuk e mbaj mend, por shikoni se çfarë thot kjo deklarat. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë informacioni, Zoti do të kishte dërguar një mësues. Nëse nevoja jonë më e madhe do të ishin shpikjet, Zoti do të kishte dërguar ndonjë shkencëtar në këtë botë. Nëse nevoja më e madhe do të kishin qenë parat, Zoti patjetër do të kishte dërguar ndonjë banker në botë. Por nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia, Zoti do të kishte dërguar ndonjë artist. Ai e dinte se ne kishim nevojë për faljen e mëkatit, ndaj dërgoi birin e tij të vetëm që të ishte shpëtimtari ynë i përjetshëm. Pra së pari duhet të dimë se Krishtlindjet kanë të bëjnë me dashurinë dhe hirin e Perëndis që u afrohet të gjithë atyre që janë në mëkat në mënyrë që të marrin birin dhe të jetojnë një jetë me drejtësi. Jezusi është e vetmja shpresë për ne. Tek Isaia na u tha se ne pam lavdinë e tij, por në ditën e sotme njerëzit e zbukurojnë Krishtlindjen ndryshe. Gjyrat që njerëzit përdorin në këtë Krishtlindje janë një formë madhështie që ata duan t'i japin kësaj feste, duke harruar dritën e vërtet që shkëlqen në mes të errësirës. Por me anë të dritave të kësaj Krishtlindje, kam dëshirë të ilustroj për secilin prej jush disa gjëra. Drita blu flet për trishtimin dhe pikullimin e mëkatit. Bota ishte në mëkat në natën që lindi Jezusi. Burrat dhe gratë jetonin në mjegullën blu të paudhësisë dhe shpresa ishte larg tyre, sepse nuk ishte asnjë të drejtë dhe nuk u gjend asnjë i tillë. Elvis Presley një herë këndonte: "Unë do të kem një Krishtlindje blu pa ty." Do të jetë një Krishtlindje blu e trishtuar. Kjo është historia e kësaj bote, të dashur vëllezër dhe motra. Po dritat e kuqe të Krishtlindjes. Drita e kuqe në pemë flet për gjakun flijues të Jezu Krishtit. Ai erdhi në botë për të na shpëtuar nga mëkati. Ai u përball me një kryq në Golgota. Ai erdhi për të derdhur gjakun e tij, që ishte një gjak i përsosur drejtësie për mëkatet tona. Kur Krishti dha jetën e tij në kryq, dhe kur kjo dritë nganjëherë mund të shfaqet në pemën e Krishtlindjes tënde, mendo se dikush erdhi në Krishtlindje jo për të festuar, por për të vdekur në këtë botë. Dritat e bardha të Krishtlindjes. Dritat e bardha të Krishtlindjes flasin për pastërtinë e tij, që u jep të gjithë atyre që vijnë me një zemër të hapur për të pastruar mëkatet nga jeta e tyre. Gjithashtu, dritat e bardha na kujtojnë se sa e shndritshme është e ardhmja e një personi që vendos besimin e tij tek foshnja e Krishtlindjes. Po çfarë mund të themi për dritën jeshile në pemën e Krishtlindjes? Është një dritë që tregon për jetën, për një jetë të re. Edhe her pas here shikon këtë dritë edhe tek semafori, sa herë që ajo ndizet, të jep të drejtën të kalosh. Ata që e dëgjojnë Perëndin dhe i besojnë atij kanë një rrugë të hapur, një rrugë të drejtë për jetën e tyre. Por dritat e verdha, le ta imagjinojmë në këtë mënyrë. Është një paralajmërim për brezin ton. Oferta e Krishtlindjes është jeta që Jezu Krishti i ofron gjithë secilit prej nesh. Kjo jetë është e kufizuar në kohë. Njeriu duhet të vijë te Krishti tani. Njeriu duhet të njohë fëmijën e Krishtlindjes sot, sepse nesër do të ishte shumë vonë. Barinjt nuk humbën kohë. Në momentin që ata morën lajmin, u nisën për të parë këtë fëmijë që kishte ardhur në botë. Krishtlindja, të dashur vëllezër e motra,
vazhdon të na bekojë edhe në ditën e sotme. Është një bekim pas tjetrit. Krishtlindja ka të bëjë me të qenurit një person i bekuar në botën tonë. Çdo gjë e mirë që ne marrim në fund të vitit është një bekim për jetën tonë. Por këto nuk janë gjithçka. Janë thjesht gjëra simbolike, sepse dhurata e vërtet qëndron e fshehur në Krishtlindje. Dashuria e pamerituar e Perëndis u jepet si bekim të gjithë atyre njerëzve që nuk duan të mbulojnë madhështinë e kësaj Krishtlindje. Perëndia nuk ka dështuar kurrë. Krishtlindja nuk është vjedhur asnjëherë. Ajo aty ka qenë, po njerëzit e kanë mbuluar edhe e kanë hequr tutje duke e veshur me shkëlqimin e kësaj bote. Po një gjë është e rëndësishme me lidhjen dhe me bekimin që Krishtlindja sjell në jetën tonë. Ai na ofron një zgjedhje në mënyrën që ne të zgjedhim Krishtlindjen e vërtet në jetën tonë. A e keni vënë re se në tekstin tonë sot Gjoni përmend ligjin dhe krahason atë me Krishtin. E shihni thot, ligji erdhi nëpërmjet Mosiut, po drejtësia dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Krishtit. Ekziston një problem i dukshëm në ditët e sotme. Askush nuk mund ta mbajë dhe t'i bindet ligjit Perëndis. E po kjo është e vërtet derisa Jezu Krishti erdhi në këtë botë. Ai jetoi në këtë botë pa mëkat, një vepër që askush nuk mund ta kryente. Ligji na thot se ne të gjithë jemi mëkatar dhe të gjithë kemi thyer ligjin e Perëndis. Mos më keq kuptoni, ligji është i mirë, por ligji nuk na shpëton dot. Drejtësia jon nuk na shpëton dot. Nëse mendoni se dikush mund të shkojë në parajs apo mund të shkojë tek Perëndia duke qenë një njeri i mirë, gabohesh. Në gjykimin ton, Zoti vazhdon të jetë vetmja drejtësi kundër çdo vepre të keqe që njeriu mund të bëjë në këtë planet. Një mëkat na dënon, edhe çdo lloj mëkati na dënon në jetën tonë. Por ajo që është e drejtë është që Zoti ndryn në jetën tonë ashtu siç ndryi në atë Krishtlindje, duke larguar një herë për gjithmonë fajin për mëkatet tona. Të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Prandaj, ne duhet të zgjedhim hirin e Perëndis. Ne kemi një ofertë tjetër nga krijuesi në këtë Krishtlindje. Ne mund të zgjedhim hirin. Jezusi erdhi në këtë Krishtlindje për të parë dhe për të jetuar në mezin ton pa mëkat, në mënyrë që ne të vdekurit nga mëkatet të kishim përsëri jetë nëpërmjet Krishtit, përgjithmonë. Prandaj, zgjidh Krishtin. Krishti është e vetmja zgjidhje në këtë Krishtlindje. Kur marrim hirin e Perëndis, dashurinë e Perëndis dhe birin e Perëndis, ne marrim gjithçka. Jeta jepet kur ne pranojmë hirin e Perëndis në Jezu Krishtin. Zgjidh jetën dhe ke për të marrë vendimin më të mirë për jetën tënde. Krishti është i vetmi shpëtimtar që mund të shpengojë jetën tënde nga çfarëdo lloj rreziku që kanoset kësaj bote. Është hiri magnitës i Perëndis i mbuluar në këtë botë, që ti nuk mund ta shikosh nga hiri vezullues i dritave të kësaj Krishtlindje. Prandaj, zbulo dhuratën e vërtet të kësaj Krishtlindje. Mos bëj që Krishtlindja të vidhet, sepse Krishtlindja është e vetmja shpresë për njeriu. Është i vetmi moment në histori ku Perëndia ndërhyj me vetveten e tij në mënyrë që gjithë secili prej nesh të gjente rrugën e kthimit për tek Perëndia. Ktu qëndron historia e vërtetë e Krishtlindjes. Ne e vram atë. Ai erdhi për të vdekur, por ai u ringjall nga të vdekurit dhe bëri gëzimin e Krishtlindjes të disponueshëm për çdo njeri në këtë botë. A do vish si erdhën barinjt në këtë Krishtlindje? A do vish tek ai si kur erdhën dietarët? A do t'i besosh atij për shpëtimin e jetës tënde? Sot, pikërisht sot dhe tani, është momenti që ti të njohësh Krishtlindjen e vërtet, të zbulosh fëmijën e mbuluar të Krishtlindjes në jetën tënde, në mënyrë që t'i japësh jetës tënde një rrugë të drejtë, të vetme rrugë për të cilën ja vlen të jetohet. Krishtlindja është gjithmonë kur Krishti lind në jetën tënde.